gjykata bëri vetëm një veprim të përsëritur që e ka bërë vazhdimisht. Prandaj kjo dëshmoj që nuk respekton as pak të drejtat themelore të njerëzit. Kjo gjykatë ju vetëm që është raciste dhe selektive, por kjo gjykatë tani kohëve fundit po i merr fytyrën dhe po i shfaqen në zezë edhe investitorëve që e financojnë atë gjykatë. Prandaj ju patë drejt, shtëpia e bardhë e qunë kryeprokurorin dhe këtë gjykatë si matrapaz dhe përbindësha deri në mënyrë. Prandaj unë mendoj që sot është koha e fundit që populli ynë të tregoj se ne djemt tonë, lirin tonë, jo emra të përveçëm, i duam këtu dhe ne jemi UÇK. Brumi dhe bërthama e shtetësisë është UÇK-ja. Atyre që ja vranë syt, ata të përgatiten do t'ja vrajë çdo herë. Dhe çdo herë do t'jem armiq të përbetun të atyre që nuk e dojnë lirinë e Kosovës. Ju falenderoj. Dalja Panrano dhe ta ishte veteran tjerë për mas. Se janë shumë të shtini edhe maskarri.